ka një dëshirë që nuk na i thot, por dëshiron shumë t'i realizohet. Ajo thot, më gjeni një fije floku të artë në mënyrë që të shpreh dëshirën time. Çfarë dëshire të paplotësuar mund të ketë Albana? Po Blerin Testani iku? Enca Haxhia postoi një video në Instagramin e saj ku duket vërtet shumë ndryshe. Me siguri ka bërë ndërhyrje plastike. Shikojani pak mollcat, I ka shumë të mëdha. Në video ajo thot: "O zot sa e lodhur jam. Mos u lodh Enca, na duhesh." Elia Zaharia ka pozuar në tapetin e kuq të Monte Carlo Film Festival, së bashku me të ëmën artisten Yll Kamujo. Ngjashmëria mes tyre është e madhe dhe duhet pranuar se duken vërtet bukur. Princesh Elia duket se ka lënë pas karrierën e saj si këngëtare e baladave rock, edhe pse nuk lë pas jetën artistike, si në rastin konkret. Elhajda Dani postoi këtë foto ku duket gati për të realizuar videon e saj për këngën prezantuese në Eurovision. Këngëtarja e talentuar premton shumë dhe të gjithë jemi entuziast për performancën e saj. Go Elhajda!